Kur flasim për sa i përket garantimit që zbatimi i paketës maleve nuk cënon të drejtën e pronësisë private të qytetarëve, besoj që në disa prej neneve të ligjit, dhe unë do të citoj disa prej tyre, është qartësisht e shkruar që paketi i maleve nuk zbatohet në prona private. Kërkesa e depozituar nga secili prej individëve fillon me dokumentacionin që ka të bëjë me vërtetësinë e marrëdhënies pronës për secilën nga dy kategoritë. Dhe dy kategoritë janë thjeshta. E para, individi poseduesi pronës duhet të vërtetojë që e posedon atë pronë për më shumë se 10 vjet. Dhe kategoria e dytë bëhet fjalë për individ të cilët kanë një marrëdhënie me pronën, duke filluar që nga familja e tyre para vitit 91 si ish pronar. Ajo çfarë ne duhet të jemi të qartë dhe të referohemi ligjit, duke filluar me nenin 8 tashmë, pika A, të jetë pasuri shtetërore. Dhe ky është verifikimi i parë që duhet bëjë çdo bashki. Sepse paketi i maleve aplikohet në nivel vendor, nuk aplikohet nga asnjë institucion tjetër. Dhe në fakt, aplikimi në nivel vendor është një instrument i shtuar për bashkitë e vendit për të krijuar zhvillim lokal. Pika B, të mos jetë pronë publike e patjetërsueshme. Pika C, nuk i shërben operacionalitetit të forcave të armatosura. Pika Q, të mos rëndojë mbi të drejtat reale të palëve të treta. Pika D, të mos jetë objekt i procedurave të fitimit pronësisë sipas ligjit 2020. Dhe pika D, të mos jetë marrë asnjë vendim për sa i përket kthimit ose kompensimit fizik të ish-pronarëve. Edhe në rastet kur ata nuk janë pajisur me certifikat pronësie. A ka qeveria një plan për rishikimin ose përmirësimin e këtij ligji? Ligjet nuk shkruhen në gur. Unë besoj që ajo çfarë ne sot evidentojmë në territor është kuptimi i ligjit është i plot, si nga institucionet të cilët duhet të aplikojnë, që janë bashkitë në vend, por po ashtu edhe nga individët të cilët janë të interesuar. Ne jemi duke monitoruar situatën, duke bashkëpunuar ngushësisht me bashkitë e vendit, të cilat kanë në fakt jo thjesht detyrimi ligjor për sa i përket aplikimit të ligjit, por në fakt ndjekin të gjitha hallkat që kanë të bëjnë që nga momenti i propozimit të shpalljes së zonave prioritare, më pas marrjen e kërkesave nga individ të ndryshëm dhe deri në fazën përfundimtare pas janë ezauruar të gjitha hapat nivel vendor, miratimin në këshillat bashkiake. Përveç aludimeve dhe shpeshherë keq kuptimeve që lindin, unë besoj fort që është një instrument i jashtëzakonshëm në dispozicion të njësive të vetë qeverisës vendore, në fakt për të krijuar spote zhvillimi dhe për të krijuar mundësi të reja të zhvillimit ekonomik lokal, të zhvillimit ekonomik rural, për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre qytetarëve, të cilët kanë dëshirë që pasi plotësojnë një prej dy kushtet që unë përmenda më lart, dëshirojnë të investojnë në zonat ku ata kanë lidhur jetën e tyre ose dëshirojnë të përqendrohen. Dhe unë besoj që ajo çfarë është duke ndodhur sot me paketën e maleve është një lëvizje e re, sidomos në zonat të thella rurale, të cilat do të krijojë oportunitete të reja të zhvillimit lokal, që do të ketë më shumë vende pune, do të ketë më shumë atraksion për sa i përket dhe zhvillime të tjera të cilat do të vinë si rrjedhoj e këtyre bizneseve të cilat do të hapen këto zona.